Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturia e tij Imzot Joani ka meshuar këtë të diel në katedralen Ngjallja e Krishtit në Korçë, e diela e tretë e kreshmës së madhe të faljes së kryqit të nderuar. Në një meshim historik me pjesëmarrjen e hierarkisë së Kishës Ortodokse të Shqipërisë, Imzot Joani përshëndeti Grigjen e Mitropolisë së Shenjtë të Korçës, të cilës i shërbeu për 27 vite si metropolit me devocion, përkushtim dhe dashuri. Për të arritur në dritë, duhet të kalojmë nëpërmjet errësirës, dhe të kemi kuraja për të na jep kryqi. Sepse kryqi ishte instrumenti i ngjalljes. Ishte instrumenti i ngjalljes për Krishtin dhe është instrumenti i ngjalljes për gjithë secilin nga ne. E them këtë sepse rruga jonë do ketë vështirësi. Shumë gjëra janë zhvilluar, e megjithatë nuk ka gëzim në shpirtrat e njerëzve, sepse mungon jeta shpirtërore, e mungon drita e vërtetë. Të gjithë qytetarët dhe besimtarët pjesëmarrës shprehen mirënjohje dhe falënderim për kryepiskopin e Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Imzot Joanin. I emocionuar dhe tejet i kënaqur. Është njeriu më i denjë që mund të ofrojë shërbimet më të mira për ortodoksin shqiptare. Është njeriu më i mirë, më zemër mirë, më shpirtëror dhe më i drejtuar. Pas një shërbese të përkushtuar, besimtarët qëndruan për rreth 4 orë në katedrale për të marrë pjesë në liturgjinë hyjnore.